Një gjykatë bullgare la në paraburgim 5 shqiptar për kalim të palishëm të kufirit, por edhe në ndyshimin për lidhje me ISIS. Ata u ndaluan me 28 gusht në afërsi të kufirit bullgaro-maqedonës, në postobllokun Gueshevo, që është edhe një nga pikat e kalimit kufitar ku Bullgaria ka vendosur ushtrim për të mbështetur policinë kufitare për shkak të krizës së migrimit të palishëm. Shtetasit po transportoheshin nga Fatos Rexhipi, i cili u kishte ofruar dhe një rishfet prej 175 euro rojeve kufitare për të lejuar kalimin e tyre. Siç raportojnë mediat bullgare, ai ka deklaruar se i vinte keq për aktin, por se shokët i kishin kërkuar t'i transportonte drejt Turqisë. Gjykata la pas hekurave Flamur L, 23 vjeç, Besnik Bytyçi, 24 vjeç, LK, 20 vjeç dhe Atmir Bytyçi, 20 vjeç. Ata janë akuzuar për kalim ilegal të kufirit. Të gjithë pranuan se donin të vendoseshin në Bullgari për një jetë më të sigurt. Prokuroria tha se këta shtetas do të përballen me akuzën për kalim të palishëm të kufirit, që parashikon dënimin me deri në 5 vjet burg. Ndërkohë, hetimet e prokurorisë vjojnë dhe mbi dyshimet për lidhje me shtetin islamik të këtyre personave. Sipas mediave bullgare, të cilat i referojnë raporteve të policisë të arrestuarve gjatë kontrollit të mjetit dhe bagazheve, u gjetën materiale të ndryshme,